Katër drejtues të ushtrisë shërimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi ndodhen në Hag të gjykohen për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Nuk ka ende një verdikt gjykatës, por gjykata është tërhequr, si të themi, për të marrë një vendim brenda disa muajve. Cili është opinioni juaj për ta? Tani është proces i paligjshëm. Proces i paligjshëm, pse? Absolutisht. Sepse juristët, unë gjithmonë konfliktoj me juristët. Por gjyqi i tyre është gjyq politik. Dhe jo thjesht si që thuhet. Njerë çdo krim kundër njerëzimit, kur gjykohet, është krim politik. Se krim kundër njerëzimit nuk bëjnë një individ, bëjnë politika e caktuar. Po dhe ideologji të caktuar. Se duhet të jetë i madh, shtrije në kod, edhe është absolutisht bazohet me një ideologji. Po jo vetëm për këtë. Por është bërë me rezolut të Këshillit të Evropës, që është organ politik, një. Me gjithë të drejtën, dhe unë jam marrë me tërë kushtetutat që është diskutuar në Shqipëri, një drejt kushtetuese mund të shkelet në proporcion me rrethanat. Dhe arsyeja pse u ngrit gjykatë speciale, dhe termi gjykatë speciale do thotë që bëhet për një krim special. Që ishte trafiku i organeve, që nuk rezultoi. Mbyllet gjykata.